kanë reaguar mbasi policia jep deklaratën. Dhe reagimin për protestën. Dy kompanive ju hoq licenca. Hapin një emër kompani. Dhe reagimin për protestën e di kur e bën. Kur bëni reagimin kryeministri dhe pastaj doli deklarata e kompanisë cila nuk ka zyrë, nuk ka njeri. Nuk ka njeri, tipu s'është po dalë në tërë ta gjejmë, tash nuk i gjejmë dot ku është. Kam edhe një pyetje tjetër, sepse kryeministri foli sot në konferencën për shtyp, në atë deklarimin që bëri për çështjen e Zvërnecit, përdori disa terma që është jo etik ti përsëris, por në fakt në protest keni folur, si soj se nuk e kam ndjekur të gjithë protestën, duke folur me fjalor të pahishëm drejtuar kryeministrit. Për mua patjetër, por kjo nuk është një gjë që mund të gjykohet, sepse ata nuk e kanë kërcënuar me jetë, as kanë gjë. Kanë bërë një sharje në kuadrin. E kishtë nëzirë dhe me video kryeministri në rjetën e sociale. Kanë bërë një sharje që në atë kontekst është një shfryrje dhe në fund fare tregon për mua është thjesht një shfryrje, sepse nuk është thënë asnjë fjalë, për shembull, siç bën. Për mua është 1000 herë më e dëmshme të thuash që ky është grek, ai është libanez, ky është francez, ky është ku ta diun. Janë 1000 herë më të dëmshme këto, sesa të merresh me dhe më e bukur është që këtë e ka bërë publike dhe është bërë në media vetë kryeministri, sepse për atë punë ai jeton. Pra që të marrë një moment nga protesta, nuk e di, si kështë bërë përshtypje për shembull që njerëzit kanë kërkuar dorëheqje nëse ti nuk dorëhiqesh nga ky lloj projekti. Edhe për atë dha kryeministri përgjigje, unë tha nuk largohem, kam ardhur me votë. E mendova një herë, tha, po kam ardhur me votë. Flori, cila do të jetë ardhmja e kësaj proteste? Deri tani u bën 3 ditë rresht që protestohet. Do të vazhdohet pra... Në fakt ka një 3 javë që protestohet. Mirë, kjo protesta masive në shesh... Dakor, po duhet parë harku i